Ne jemi të dashur, sot do flasim për disa çaja dhe vara që na ndihmojnë për zhvallimin e prostatës. Fillimisht ju prezantoj me vajin e kungullit, pihet një lugë e mesme në mëngjes esëll dhe një lugë e mesme në darkë para ushqimit. Pastaj propoli si merigon, që na ndihmon për çdo infekcion të trupit, që konsumohet 3 herë në ditë nga 10 pika mbas buke. Pastaj me bimën e farës së gjymbatit. Merr 7 koka dhe zjen 4 minuta me fixhan çaji. Të njëjtat koka përdoren 3 herë brenda një dite. Çaj kryesor Urisop. Bimët e këtij çaji janë rushi i ariut, trafili i egër, moshtenka, fara kungulli, pelini e ëmbël. Merr 2 litra gjysmë ujë, fillimisht do të zgjer vetëm ujin, mbasi ka marrë val uji, hedhim një paketë të tillë brenda. Po në të njëjtin vend shtojmë një lugë gjelle çaj petadriza dhe një lugë gjelle pelin të ëmbël. Në momentin që ja bashkuar gjithë çajat bashkë, do i lëmë 2 minuta tjera akoma të zjen. Do e fikim, do e kullojmë dhe duhet ta konsumojmë 3 herë në ditë nga i gotë 200 ml pas buke. 50 ditë që na tepron e ruan dera frigoriferit dhe kemi gati për ditën e vazhdimit. Çaji mbështetet sipas dëshirës, mund të pihet dhe i ftohtë, nuk ka asnjë problem.